Këmisha e Zelenskit në shtëpinë e bardhë tërheq vëmendjen rriten shitjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski do të diktojë tendencat e modës pasi vesh një këmishë polo Damirli në shtëpinë e bardhë në 28 shkurt, ditën e përplasjes me Donald Trump, veshja e tij u bë shumë popullore. Këmisha kishte një emblem të trajzap, simbolin e Ukrainës. Ky detaj e bëri të veçantë. Për këtë veshje Trump e vlerësoi duke e ironizuar, ndërsa Zelenski mbrojti zgjedhjen e tij. Do të vesh një kostum kur të përfundoj lufta, tha ai, duke shtuar se mund të zgjedh diçka më të lirë. Populli i ka pëlqyer shumë kjo veshje, duke rritur kështu kërkesën për këmishën. Edhe stilistja e markës Elvira Gasanova nuk priste që një këmishë polo me çmimin e 215 euro të bëhej kaq popullore. Ajo është krenare për veshjen që Zelenski e mbajti, duke thënë se ai ka treguar guxim dhe forcën e popullit Ukrainas. Kazanova, e cila e ka veshur edhe yje të tjerë si Kim Kardashian dhe Rita Ora, tha se ndjehet e nderuar që presidenti i Ukrainas ka zgjedhur produktin e saj. Ajo gjithashtu përshkroi situatën e luftës, duke thënë se ata po jetojnë çdo ditë me pasiguri, por vazhdojnë të mbështesin ushtrinë dhe presidentin.